Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me juve edhe një recetë super efektive. Nuk është recetë për dobësim, nuk është recetë për gatim, nuk është recetë pra për ushqim. Është një recetë tash koha e pushimeve dhe dëshironi kur shkoni në deti me marrë një ngjyrë shumë të mirë të trupit, pa harxhu me ble krema, me ble vajra, që kur nuk e kanë këtë efekt sikurse kjo recetë. Pra vetëm 2 përbërësi, merrni 3 karrota, edhe nuk i qerani qështu që janë, veç i pastrani edhe i grini 3 karrota, edhe i qitni në blender. Masanena pra, në nevojitet vaj ulliri. Spari bismillah të 3 karrotat i blujna në blender për ndryshe mikser. I blujna pra, edhe ndë i shtojna vajin e ullirit. Pasi që i kemi blu karrotat kështu në blender, morëm bismillah vaj ulliri, edhe qesim brenda, tikon një 200 ml vaj ulliri, pra i masni me kotë, edhe prap i blujna karrotat me vajin së bashku. Dhe kemi mbyll kapakun e lëshojna prap blenderin. Tashti i kemi blu prap karrotat me vajin e ullirit. Na umën tjetër e marrim një pjatë të thellë edhe marrim këtë rrjeten edhe e qesim pra tek pjata, rrjet që është për pemë, e gjeni këtu në Lidl, në Aldi, kudo në Kaufland tek pemë. Edhe e kullojna vajin pra. Tashti bismillah e ndryvim këtë rrjeten edhe vajin e kullojna mirë. Një ngjyrë fantastike. Pse djegem, sidomos ne shqiptarët, kur shkojna në plazh në deti. Se të shkojna qatë det shembëll ata persona që janë shumë të bardhë në lëkurë. Ditën e parë, dytën, tretën, normal duhet me nejt në çadër. Lyni shembëll me krem për mbrojtjet nga dielli. Ne shqiptarët qatë ditë drejt e ndeti edhe hiç nuk hyna në çadër. Veç më kondo motë e kuqa bostana, tani gjithë natën, lynu me kaso, fladetëm, so kallëm, anena. Qaj është arsyeja. 2 ditë mas pakut duhet më rujt pra edhe me majic vesh, me nejt në çadër, sepse në çadër të ka bdilë shumë, por kur t'je me majic ju edhe tepër. Edhe lyni me këtë vaj, keni me pa edhe vetë çfarë ngjyre keni me marë. Kur të shkoni në deti, bile më kthenu çokoladë, mos shkoni djath më shku dhe djath më kthy. Edhe vaj që përgatitem duket kështu pra. E përgatitni siç e përgatita unë, e qetni në shishe pra të vogla, edhe kur të shkoni në plazh, lyheni me këta, edhe keni me pa çfarë ngjyre keni me marr brenda pak ditëve keni me bërë çokoladë. Me të vërtetë është shumë efektiv. Kështu që ju uroj pushime të këndshme, kënaquni, rrezituni, mos na ktheni të bardhë siç thash, por për çka ju kemi qu gjatë ato harxhime, bile të dimi për çka ju kemi qu pra, kur të ktheheni me pas çka me pa. Ju falenderoj për zemërsisht, faleminderit për krahun që më bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.